Sot do të tregoj një recetë që do të bëhet e preferuara e familjes suaj pasi të përgatisni. Si fillim do të përgatisim brumin, për të cilin do të na duhet 1 gotë e gjysmë ujë ngrohtë, 5 gram maja bire, pak sheqer për të aktivizuar majan. Do t'i përziejmë të gjithë përbërësit bashkë dhe më pas do të hedhim mielin. Mielin do ta hedhim gradualisht, duke e përzier. Do të hedhim kripën e hedhim sipas dëshirës. Unë këtu kam hedhur rreth 1/3 e lugës së gjellës. Më pas do të hedhim pjesën e mbetur të miellit dhe do ta punojmë mirë brumin. Do ta punoj mirë brumin derisa brumi të mos na ngjisë nëpër duar. Është e rëndësishme që brumi të punohet mirë. Do ta lëm të pushoj për rreth 1 orë. Ndërkohë do të përgatisim mbushjen. Në një tigan do të hedhim 2 lugë vaj ulliri. Më pas do të hedhim 1 qep të cilin e kemi grirë imët. Do ta përziejmë mirë derisa qepa të jetë zbutur dhe të ketë ndryshuar ngjyrë. Më pas do të hedhim spinaqin dhe do ta përziejmë mirë derisa spinaqi të zbutet. Hedhim pak krip, piper të kuq dhe piper të zi. E përziejmë sërish për pak minuta dhe më pas e lëm të ftohet. Brumi është gati, do ta vendosim në tavolinën e punës. Brumin do ta ndajmë në 8 pjesë të barabarta. Nëse dëshironi ta përgatisni për më shumë persona, mund të dyfishoni masat. Do të formojmë 8 kulaç. Kulaçet do t'i lyejmë me pak miell dhe do t'i hapim petë siç edhe shihet në video. Pasi e hap petën, do të filloj me mbushjen. Në fillim I hedh spinaqin të cilin e përgatita më parë. Më pas I hedh mozzarellën të cilën e kam ngrirë në rende. Nëse nuk dëshironi të hidhni mozzarella, mund të hidhni djathë të bardhë ose thjesht me spinaq. I mbyllim siç e shohim dhe në video, dhe në cepat e saj e shtypim mirë me duar në mënyrë që mos na hapet. Në fund do ta presim duke hequr pjesët e tepërta. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjithë kuleçet.
Pasi kemi përfunduar të gjithë pitet, do t'i pjekim në tigan. Tigani nuk e lyej me asgjë. Do t'i vendosim në temperaturë mesatare, duke i kthyer nga njëra anë në tjetrën. Do t'i lyej me pak gjalp në të dyja anët. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjitha pitet. Është një recetë mjaft e thjeshtë, dalin shumë të shijshme. Mbushjen mund ta bëni sipas dëshirës, nëse nuk dëshironi të përdorni spinaq, mund të përdorni vetëm djathë ose çfarë dëshironi ju t'i mbushni. Tashmë pitet janë gati, të thjeshta, të shijshme, me një aromë fantastike. Nëse i provoni, u bëft mirë. Nëse video pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.